Ka nisur në ambientet e kuvendit takimi mes kryetarit të lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe atij të PDK-s Memli Krasniqi. Takimi i cili po zhvillohet në ambientet e kuvendit është takim që zhvillohet në 4 sy. Në tavolinë janë të ulur vetëm Kurti dhe Krasniqi, pa asnjë zyrtar tjetër afër. Qëllimi i këtij takimi është bllokimi i ngërçit dhe konstituimi i kuvendit të Kosovës, me qëllimin e daljes nga situata aktuale. Kryetari i VV-s Albin Kurti dje ftoi në takim kryetarin e PDK-s Memli Krasniqi dhe kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiku. Derisa LDK-ja e ka refuzuar këtë ftesë, PDK-ja është treguar e gatshme që të takohet me Albin Kurtin për të zgjidhur krizën institucionale. Duke ju përgjigjur letrës së Kurtit, kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka treguar pse do të takohet me të parin e VV-s, duke besuar thellësisht se Republika e Kosovës ka nevojë urgjente për zhbllokim institucional dhe për rikthimin e funksionimit të rregullt të institucionit më të lartë legjislativ, si dhe për t'i hapur rruga fateve kushtetuese për themelimin e qeverisë. Do t'i përgjigjem pozitivisht kësaj ftese për takim, ka shkruar Krasniqi në profilin e tij në Facebook. Ai gjithashtu e ka ftuar Kurtin ditën e dieshme që të reflektojë duke ndryshuar kandidaten për kryetare të kuvendit, pra që të heqë dorë nga Albulena Haxhiu. Në këtë frymë inkurajoi zotin Kurti që të reflektojë me përgjegjësi mbi situatën aktuale dhe të shfaqë vullnet të sinqert për të mundsuar formimin e institucioneve të reja, në mënyrë që Kosova të ketë sa më parë një kuvend dhe një qeveri legjitime e funksionale. Në këtë kontekst, gjetja e një kandidate apo kandidati të përshtatshëm që gëzon mbështetjen e shumicës së deputetëve do të ishte një hap i rëndësishëm përpara, ka shkruar ai, duke treguar se pas takimit do t'i jap të gjitha detajet. Natyrisht, për çështjen e nënkryetarëve të kuvendit nuk ka asgjë për të diskutuar, pasi kjo është një e drejtë e garantuar nga kushtetuta dhe e përcaktuar qartë. Partia Demokratike e Kosovës, sikur gjithmonë, do të vazhdojë të sillet me përgjegjësi dhe seriozitet institucional në përputhje me interesin shtetëror dhe qytetar. Të gjitha qëndrimet e detajuara të PDK-s do t'i bëjmë publike edhe nesër, gjatë edhe pas takimit, përmes një konference për media, ka shkruar Krasniqi. Ndryshe nga PDK-ja, LDK-ja e ka refuzuar këtë ftesë. Nënkryetaria e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Doarsa Kica Xhelili, ka thënë se kjo parti nuk do ta mbështesë asnjë antar të VV-s për pozitën e kryetarit të kuvendit. Nuk kemi vot për asnjë nga antarët e lëvizjes Vetëvendosje si kryekuvendar, teksa për nënkryetare mirëkuptojmë që nuk është barra e njëjtë e neutralitetit dhe jemi dakord këdo që e propozojnë dhe votojmë si pako. Një nënkryetar na takon me kushtetutë, është e drejtë që kemi fituar me rezultat zgjedhor, andaj nuk kemi pse ta diskutojmë me kryetarin e Vetëvendosjes. Ndërkaq kryekuvendari kërkon marrëveshje politike, por jo me ne, ka thënë deputetja e LDK-s. Vazhdimi i seancës konstituitive të kuvendit është sot në orën 10. Kjo do të jetë përpjekja e 9 deputetëve për të konstituar kuvendin pas 8 dështimeve radhëzi të Albulena Haxhiut për të zgjedhur krye parlamentare.